mbushat një debat kot. ç'është mendimi tënd për këtë bisedë që bëmë për tani? Shumë shkurt do i bie. Do të thënë, unë them gjithë këta që e kanë bërë këtë trukun janë drejtën e tyre. Në ç'kuptim? Se nëse unë kam milituar listë e hapur, do gjej një truk kur ata që kanë fuqinë më imponojnë listat e mbyllura. Atje ku s'jam dakord, unë po jam dakord më shumë me zotin Sheaj, është kjo çështja që ti kur vendos ta bësh këtë, duhet kesh dhe një lloj morali që, unë kam disa njerëz që besojnë te këto parime dhe do sakrifikohen duke dhënë dorëgjen. Po fute gruan e babajn, pastaj e bëjmë banale. Dhe këtë mënyrë, jo zgjidhjen që kanë gjetur, por formën që kanë gjetur për të zbatuar zgjidhjen, kanë ëngër kaq. Jo, po tani ai një sekond vetëm. Ishte një simbolik. Se ai nuk kandidon. Na ngjiti kjo sepse ishte simbolik. Lista e mbyllur takon të vjetrës. Le ta tërgojmë në kosh, siç do shkoj lista jonë e mbyllur në kosh, do shkoj dhe e vjetra në kosh. Gratë janë më të reja se burrat. Jo, nuk ka rregull për këtë. Është prindrit. Është prindrit, pra kupto simbolikën, sepse të gjithë u morën me prindrit. Po, a ka lënë? Jo, ka dhe vajza më. Tani e ke ti. Po do të i bëjmë. Se jemi te partia tënde. Ka dhe fëmijë më. Pra ka deputet që ka vendosur dhe fëmijët. Nuk është kjo që me cilën duhet merremi, them unë. Bushat. Jo, e vogël. Ti të lexosh simbolikën. E vogël me e vogël është, e vogël. Atëre, zoti Blushi, sa deputet keni në listat e mbyllura dhe sa në të hapura? Si përzgjedhët ta kandidat? Apo i caktoi Meta, që është edhe e lishme të caktoi ai? Tani, edhe ti që të kesh fuqi kaq të madhe i caktosh? Apo ndoshta i ke caktuar? Po nuk kemi ne nga këto partitë e reja që cakton kryetari listat vetëm. Për fat të keq, në fakt. Ne kemi 4 deputet në listat e mbyllura, 4 dhe 8 deputet në listat e hapura. Pra do të kemi 12 deputet në 12 maj. Se ju mendoni që do t'i mbeni 12? Po, diskutim që po, pse kush e vendi? Jo, se ti kishe bërë një llogarit 84 aty për t'i gjithë. Jo. E lexova unë. 84, 84. Jo për vete, jo. Me gjithë më... Do të nxjerroj 84. Qeroje. 84 ishte objektivi i koalicionit. Pra, koalicioni PD Aleanca për Shqipërinë. Merr 84. Duhet të marrë. Ky Rama shkoi për lesh fare aty. Duhet të marrë 84 vota, nga të cilat 12 do jenë të Partisë së Lirisë, për të realizuar pikërisht ato reforma të mëdha që mundsojnë atë Shqipëri madhështore për të cilën ne luftojmë. Shqipëri madhështore e keni dhe ju idenë, ë? Tani, nuk e meritojnë shqiptarët. Ju lutem, zoti Sheh. Nuk e meritojnë shqiptarët një Shqipëri vërtet madhështore? A nuk e meritojnë? Shqiptarët e meritojnë një Shqipëri vërtet madhështore, zoti Blushi. Ky është slogani. Këta me të marrë pushtetin do ta sjellin më njëherë. Si po vjen dhe në Amerikë, një Amerikë shumë madhështore. Ky është slogani ynë për te ironisë tuaj. Jo, se të ndif se qesha ose ky po na nuk ka problem. Për këtë jo se ashtu është. Jam shumë i qetë, por ti nuk qesh me partitë e reja, ke të drejtë të qeshësh me partitë tradicionale, që i ka dhënë provat që i arrin objektivat e tyre. Do të ti bëhe serios kur nxjerr sondazhet e insenatorëve, bëhe shumë serios kur dëgjuam këtu unë heshta se nuk i refuzoj të përfshijmë këto lloj debatesh, për fat keq, dhe tani kërkon ta bësh një çështje kaq serioze. Do të thënë kandidatët kush i përzgjodhi tani? Për të qesh. 12 merrni ju fiks. E para kriteret, kjo tregon që nuk e ndjek në vimësi zhvillim. Po të gjitha nuk e ndjek dot, unë jap për këtë të pana se mora veshë dhe nuk e fal, ka qenë censura shumë e fortë. Por kriteret ne i kemi miratuar që në tetor të vitit të kaluar kanë qenë forumet tona. Kriteret e zgjedhjeve dhe në bazë të këtyre kritereve ju po doktori i dinte kriteret tuaja dhe ju dha këta 4, ëh? Tani ne jemi Partia e Lirisë, ne nuk po shkrihemi me Partinë Demokratike. Lirisë, po sigurisht. Dhe kriteret tona, kemi mbledhjet e forumeve tona kanë qenë publike. Komiteti drejtues kombëtar publike kanë qenë të gjitha. Ku janë votuar emrat, janë votuar kandidatë. Me thënë 5 ju një vdekur aty, 4 janë me një doktorit. 12 ju. Një merrni këto, gjithë votat mbledhen këtu për 12 e diun, po objektivi i Tiranës është koalicioni. Masi ju keni zakon që nuk më vini mua pastaj si më herët e kaluara më thoshi 45, 50 dhe pastaj s'më vini në studio. Ylli, objektivat janë konkret, 12 deputet. Objektivat dakord, dakord. Nuk jam nga ata që them 71 fiton. Bëjmë. Objektiva këtu, me objektivat që kanë shpallur të gjithë, dalin një 800 deputet. Tani, unë po flas për ata që...
Tani Monika Kryemadhin pse e keni pretendonin 71 dhe kë kemi për zëna? Monika Kryemadhin. Kemi për zënë Monika Kryemadhin. Kush të tha ty që nga kush është për zënë? Nga kush? Tani se do të themi një gjë të vërtetë, do flas- nëse kishte një njeri që ditë të punonte A do flasim më shumë nga të gjithë ju, e qartë, do njëherë dhe më shumë se Ilir Meta ishte Monika Kryemadhin. do flasim për 11 majin, për Ore, unë po të themi një gjë shumë të rëndësishme. Do flas- Zonja që she aty Po. ka qenë nga njerëzit që ka dhënë kësaj partije gjithçka. Do me thënë, nuk ka qenë nga punëtorët më aktive dhe një fabrik votash për lëvizjen socialiste për integrim. po. Dhe ti ke qenë aty në fillime, se për edhe në vonti. Tani, falë, se ti ishe me Ilir Metën në presidencërë. Po. Aty ishit, ka partisë ishit të gjitha, kjo i merrte këto. Nuk ka ne bënim betejë, nuk Pete e dimon, gjithë ato duart aty ca kohë, aty për para të obori, ka fituar 5-0 në Venecia Ilir Meta. 5-0 me Edi Rama. ore duhet fitosh votat e popullit shqiptar, le më Venecia fiton çat duash. Po flas për presidencën. Tani kush është pyetja juaj? Pyetja është Monika Kryemadhin vëlla, pse nuk është në Ku të jetë? Ku të jetë? kandidate për deputete dhe ti mund të ishte në 4. Ta ka dhënë përgjigjen vetë Monika tani. Për çfarë më pyet mua? Çka ka thënë? Nuk kam dashur. Ç'më ka thënë, unë e kam pyetur, Po ka dalë në media më ju tani. nuk kam dashur dha. Tani përgjigjen ta ka dhënë vetë Sot, Monika tani. Më ke thirrur të Okej. pyesësh përse Okej, Monika okej. nuk do të kandidojë tani. Është pyetje pa sens. Tjetër. Sali Berisha ju ka dhënë 4 deputet. Po, Fiton Ne do Meta marrim 5, 12. po ju meni do me thënë 12. Sepse Po ju kemi çfarë i jepni doktorit në këtë rast? sepse kemi Doktori që ju ka dhënë, ju ka bërë këtë ndihmën, çfarë i ktheni ju? ne Se do të takojmë prapë këtu? po diskutim po. Po, jo t'i vjen, nuk e ke problem, se këtu të gjithë vinë pas të ajo, kthehen pas disa kohësh, Jo, unë vi në çdo ti dhe mua më vjen rend t'ju them se s'ka ndodhur ajo që thoshit. nuk të kam refuzuar asnjë. Ka shumë vite që më vjen rend. Për shat? Ju të more pse? Ha? Por si vjen rënd atyre që të thonë. Jo vin, është si ati që të merr borx mo. Njërin me njërin fshihesha unë. Fshihesha unë, mo, kur vinte ai që kishte marrë borx. Po lekët ishin të atje, Ylli, Të mirë. ta kthejmë bisedën tani aty. Pyetja juaj. Po. Ne koalicionit japim 12 deputet. 12 deputet. Japim të paktën 50.000 vota në Tiranë dhe do bëjmë çdo përpjekje që ky koalicion Po në tavolinë, në këtë tavolinë sa jemi, 80, sa i jepni 12 ju, pano ju sa keni ndërmend? ta kishin Unë pres keni të nëmruar? flasi vota, vëlla. Ka janë që mbajnë premtime, bëjmë. Jo, se këtu mund në dalin 30-40 bëhushat. Kjo pyetje tani kështu nuk shkon. Unë po them Po tani ti do të... Dakor. Jo, po tha vetë ky më 12. Mirë, dakor. Ore, dëgjove gjeti të thosha unë sa do marrë. ti më the 84 do japë lëja, po E pyete 12 kandidat kam.